Duke qenë se të hënën që lam pas, humbi jetën Papa Francesku, një person apo një figur shumë e rëndësishme për të gjithë botën, jo vetëm për besimtarët katolik, por për të gjithë. E them këtë sepse Papa Francesku ajo që e ka bërë të dallohet në fakt ka qenë pikërisht harmonia ndërfetare që ai ka bërë thirrje dhe veprimet që ka bërë ai për harmoninë ndërfetare, për paqen në botë, pra kjo e ka bërë që të dallohet. Dhe pikërisht për këtë temë ne do të flasim sot në emision, duke përmendur sigurisht pak edhe veprimet apo thirrje që ka bërë Papa Francesku, por gjithashtu do të fokusohemi tek harmonia ndërfetare. Për ta diskutuar këtë temë, unë këtu në studio kam të ftuar profesor doktor Ziber Lata, i cili është profesor në Fakultetin e Shkencave Islame. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Gjithashtu këtu të ftuar kam edhe kolegun tim që ju tashmë e njihni nga televizioni Alsat me temat të ndryshme, me emisione të ndryshme që sjell, rubrika të ndryshme që sjell këtu në televizionin Alsat, Emra Bilalli, i cili është gazetar dhe arsimtar njëkohësisht. Përshëndetje Emra, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë juve për ftesën, është kënaqësi, unë ndihem si në shtëpinë time. Faleminderit shumë. Dua ta filloj diskutimin duke qenë se do të flasim sigurisht atë që e thash për harmoninë ndërfetare, duke qenë se ju profesor keni bërë tema të ndryshme, keni studuar edhe për harmoninë ndërfetare, por të fillojmë pak me figurën e Papa Franceskut. Çfarë simbolike mendoni se ka Papa Francesku si person, si figurë për të gjithë botën, jo vetëm për ato të besimit katolik? Fillimisht faleminderit për ftesën, ju falenderoj. Sigurisht që çështja e harmonisë ndërfetare, e paqes, e tolerancës është një tematikë shumë delikate në kohët e sodit. Sa u përket liderëve fetar, siç ishte Papa ose liderëve tjerë, ato kanë një rol kyç në ndërtimin e kësaj ngrehine së quajtur bashkëjetesë ndërfetare. Por ajo që duhet spikatur në këtë lëmi është se harmonia ndërfetare është ajo e cila historikisht ka mbajt të ngritur njerëzimin, sepse rënimi i asaj pastaj sjellën pasoja të cilat marrin përmasa të jashtëzakonshme dhe sigurisht që cënojnë edhe jetët e njerëzve. Thirrjet e liderëve fetar, sigurisht që në mbar botën, në mesin e këtyre edhe Papa i ndjer, kanë qenë të atilla që njerëzimi të ketë një paqe, një harmoni mes veti dhe absolutisht duke e pranuar njëri tjetrin ashtu siç janë. Këto thirrje të liderëve fetar, të cilët besoj që pa përjashtim të gjithë kanë thirrë në bashkëjetesë dhe në ulje të gjakrave, veçanërisht në kohët e sodit kur kemi një tendosje dhe një acarim të marrëdhënieve të themi politike, gjeostrategjike të shumë vendeve. Besoj që thirrjet e liderëve fetar sot do të jenë shumë të rëndësishme për të ulë këtë tendosje dhe këtë acarim mes këtyre grupacioneve apo fërkimeve të ndryshme. Sepse por fatkeqësisht, me thënë të drejtën, thirrjet e liderëve fetar sot edhe paka shumë kanë hasur në vesh të shurdhër, duke marrë parasysh atë që ndodhen sot në botë. Do thonë, prandaj më shumë se çdo herë sot bota ka nevojë për thirrjet e këtilla për bashkëjetesë. Pra, është parë mbase edhe Papa Francesku, duke qenë se bisedojmë pikërisht për të edhe si një figurë unifikuese për të gjithë komunitetet, jo vetëm për atë katolik. Besimet të gjitha në përgjithësi, cilët do qofshin ato lider fetar, për në rastin konkret edhe Papa Francesku. Asnjëherë besimet nuk kanë bërë thirrje për përçarje. Dhe çdo herë tendenca, puna, angazhimi i liderëve botëror është që të ketë paqe botërore dhe jo të në një komunitet të caktuar. Sigurisht do të ishte e pafalshme që një personalitet aq i lartë të bën thirrje për paqe vetëm në një komunitet të caktuar. Sigurisht që liderët e të gjitha feve, por edhe të Papas konkretisht, janë dhe duhet të jenë në natyrën e bashkimit dhe unifikimit, bashkëjetesës, sepse përndryshe atëherë nuk krijet misioni siç duhet. Besoj që thirrjet kanë qenë të hapura prej gjithëve, edhe prej vet Papas, që ato të
të jenë të ketë ftohje të gjakrave në botë, të ketë bashkëjetesë, të ketë paqe, të ketë drejtësi, gjaku i secilit të jetë i shenjtë. Sigurisht që për personalitetin e papës, normal që unë nuk është se kam edhe shumë informacion, por nga ajo që e përgjithshmja që është dhënë, është se sigurisht është bërë thirrje për paqe. Të njëjtën e kanë edhe fe tjera. Për shembull, e ke në fen islame që një prej këshillave të fundit që ka pasur profeti Muhammed a.s. ka qenë se thot gjaku, pasuria dhe nderi mes jush janë të shenjta. Këtu, përmes këtyre porosive, liderët fetar mbrojnë një herë për gjithmonë konditat kryesore të bashkëjetesës në një popull caktuar, në mbar njerëzimin, sigurisht që duke filluar prej në rrethet më të ngushta edhe në rrethin më të gjatë. Edhe thirrjet e liderëve fetar kanë qenë të gjitha të kësaj natyre. Asnjëherë dhe asnjë lider fetar i mirëfillt, i pranuar, lider fetar i denj, i cilës do fe qoftë, besoj që nuk ka bë asnjëherë deklarate cila ka cënuar bashkëjetesën mes njerëzve. Tani rrethana të tjera kanë sjell ato fërkimet për cilat ne edhe mund të flasim, gjithsesi nuk është problem. Po, sigurisht pastaj bëhet fjalë për grupe të ndryshme të cilat mbas e kanë devijuar edhe këtë pjesë, por mund t'i përmendim ato emra, të pyes edhe ty pak si e sheh simbolikën e figurës Papa Francesku, duke qenë se atë që e përmendëm sigurisht ai ka bërë thirrje, por jo vetëm thirrje, ai në fakt ka bërë edhe veprime të shumta për sa i përket harmonisë ndërfetare, për të sjellur paqe. Gjithmonë ka thënë që ne jemi vëllezër, pa marrë parasysh feve që i kanë, të cilat në fakt unë e përmendëm edhe teksa bisedonim që ai ka qenë papa i parë në histori që ka vizituar Gadishullin Arabike, që ka bërë marrëveshje të shumta edhe me komunitetin islam, le të themi, kështu që si e sheh ti? E vërtet, Ilmie, do me thonë, të gjithë udhëhecit fetarë, pavarësisht cilit lloj besimi takojnë ato, duke u mbështetur padyshim në konceptin metafizik, që të gjitha fet qiellore kanë për qëllim dhe për ide paqen në botë. Ajo që kam vërejtur në figurën e papës, Papa Franceskut, pra dhe në fjalimet e tija dhe në leksione që ai ka dhënë gjithandej ku ka shëtitur, sepse vlerësoj që ka qenë një nga papat i cili ka shëtitur më së shumti në për vendet të ndryshme të botës, e kryesisht në vendet muslimane. Ajo që kam vërejtur në fjalimet e tij, që i ka dhënë një peshë dhe një rëndësi shumë të madhe në radhë të parë njerëzorës. Pra, dhe padyshim që konceptit të paqes si koncept universal në botë. Dhe jo vetëm vlerësoj këtu që ishte papa më i thjesht që kishte, do më thonë, brenda historisë, një pap i cili dha mesazhe shumë të mëdha sa i përket pra vëllazërisë, bashkimit, solidaritetit, tolerancës, mirëkuptimit, bashkimit me njëri tjetrin. Ajo më e veçanta, më specifike që u lexua e biles edhe në testamentin e tij pas ndrimit të jetës, tha që lufta në Palestinë dhe në Gaza të ndalohet sa më shpejt. Kjo ishte një thirrje shumë e madhe pra në sheshin e Shëmpjetrit, dhe jo vetëm pra ai duke vlerësuar ashtu siç përmendët edhe ju që kishte bërë disa marrëveshje të mëdha, pra qoftë në shtetet e Emirateve, qoftë edhe në Egjipt që bëri një kontratë ose të themi një marrëveshje me muftiun e Egjiptit. Kjo flet shumë, jo vetëm për harmoninë ndërfetare, po këtu vlerësojmë që ai është shtrirë në përmasa të ndryshme për t'i dhënë dorë njëri tjetrit dhe për mos krijuar, ndoshta të them atë gjuhën e urrëqjes, për mos të pasur një mendim negativ ndaj popujve tjerë, ndaj feve të tjera, veçmas duke vlerësuar ne këtë mund ta vlerësojmë më së miri që jetojmë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse ne jetojmë në një shtet multietnik, jetojmë në një shtet multikulturor dhe mbi të gjitha jetojmë në një shtet multifetar. Dhe mendoj që kjo na ka bërë që ne ti kuptojmë këto përmasa dhe këto dimensione, sepse nëse shtetet evropiane jetojnë vetëm me komsinë e tyre, vetëm me njerëzit e tyre,
ne këtë ndoshta e kemi si të them, në dioptrinë tonë, e kemi më të qartë, e kemi më të ditur dhe më të mirë, pra se si është të jetosh me konfesionet të tjera, si është të jetosh me popuj të tjerë, edhe me kulturat të ndryshme, po edhe me civilizimet të tjera. Dhe mbi të gjitha të ketë tolerancë. Emra, pak më parë ti përmende dhe më thënë që ka thirrë Papa Francesku ka bërë gjithmonë thirrje edhe për në Gaza, për në Palestinë për paqe, dhe unë në fakt para se të vi në emision pash një informacion që thoshte që Papa Francesku gati çdo ditë ka qenë në lidhje direkte me kishën atje në Gaza për të sjellë sigurisht për të parë edhe situatën, për të ndjekur edhe situatën dhe për të bërë thirrje edhe atyre që të jenë bashkë qoftë katolike, qoftë muslimanët atje, sepse kjo luftë sigurisht i ka prekur të gjithë. Si e shihni edhe këtë pjesë, edhe mendoni që duhet pikërisht këtë rol modelit, themi, ta marrin edhe udhëheqësit tjerë fetar që besoj sigurisht e kanë të gjithë për sa i përket Gazës dhe Palestinës? Sigurisht që atë që përmendi nderuari është se thirrjet të këtilla kanë qenë të pranishme në çdo moment. Mirë po fatkeqësisht ato ende kanë hasë në veshtes të shurdër. Këtu shohim në një mënyrë ose në një tjetër dobësimin e liderëve fetar. E efektit që ato kanë bajt atë harmonin, paqen, dashurin mes njerëzve. Shohim që kohët e fundit kjo vetëm se është o zbehur. Kjo tregon se njerëzimi në këtë formë, siç ka lëviz deri tani, ka nevojë më shumë se çdo herë për thirrjet e liderëve fetar. Për arsye se qenia paqësor, bashkëpunues me tjetrin, është një veti qenësore e njerëzit. I vetmi krijesë është njeriu i cili ka të drejtën e zgjedhjes. Dhe sigurisht që aty ku njeriu ka të drejtën e zgjedhjes, ka edhe zgjedhje të ndryshme. Dhe për caktimet e ndryshme fetare, patjetër që njeriu i cili i ka thënë vetvetes fetar, patjetër që duhet pranon edhe tjetrin. Mirë po, ajo që sot shihet në botë, duket se liderët fetar dalgadale kanë humbur efektin e vet. Mirë po, të flasim për momentin për atë që ne, si që theksoj edhe bashkëbiseduesi, për atë që ndodhen këtu në Maqedoni. Ne në Maqedoni sigurisht që jetojmë nacionalitete dhe fetë ndryshme. Dhe forcimi i pozicioneve të liderëve fetar këtu, qoftë ai i kishës katolike, ortodokse ose i Bashkisë Islame, sigurisht që ajo do ndihmon edhe më shumë në rregullimin e raporteve, qofshin ato nacionale, ndërfetare edhe e kështu me radhë. Nuk mundet, për shembull, nuk mundet që në një mjedis ku liderët fetar kanë të cënuar shumë elemente tjera që ati të ketë bashkëjetesë. Mirë po, me që kohët e fundit, bashkëjetesa ndërfetare dhe incidentet kanë qenë shumë të rralla në shtetin tonë, kjo tregon se fjala e liderëve fetar është merret në konsiderat. Sigurisht që këtu rol të veçantë bëjnë edhe shkollat të cilat i kanë bashkësitë fetare. Në rastin konkret është Fakulteti i Shkencave Islame, është Medreseja Isabeu, janë edhe shkolla tjera të cilat i kanë komunitetet tjera dhe mendoj që përforcimi i mësimit dhe përkrahja e mësimit në këto shkolla do ta favorizon edhe më shumë bashkëjetesën ndërfetare, sepse atëherë do të kemi kuadër të cilët ne do të kemi mundësi t'i edukojmë, t'i mësojmë sipas asaj që ne e shohim të nevojshme në shoqërinë tonë. Dhe pastaj për atyre shkollave do të dalin edhe liderët fetar, të cilët pastaj me shumë komoditet do të kujdesen për harmoninë ndërfetare, për bashkëjetesën, për paqen, për drejtësinë e kështu me radhë. Ju e përmendet sigurisht edhe për pjesën e Maqedonisë së Veriut, por si e përkufizoni harmoninë ndërfetare në kontekstin e sotëm global, në përgjithësi? Si që theksova në fillim, harmonia fetare është një element qenësor, është që
qenja e njeriut nuk mund të cilësohet pa pas edhe lirin e zgjedhjes së besimit. Dhe tani, në qoftë se njerëzimi del më shumë prej këtij konteksti, atëherë del prej asaj që quhet i njerëzishëm. Patjetër, në rrethana globale, sigurisht që sot harmoninë fetare, atë që theksuam në fillim, liderët bëjnë përpjekje që ajo të mbahet. Por ka edhe shumë qarqe të ndryshme, qofshin politike, ideologjike të ndryshme, të cilat me çdo kush mundohen që ta prishin ata. Dhe tani nuk dua të theksoj raste konkrete, por në përbot ka shumë të këtij, ku në emër të fesë edhe vritet, në emër të ideologjive të ndryshme cënohet e drejta e besimit të dikujt tjetër, por sigurisht që asnjë besimi në botë nuk lufton bindjen ose besimin ndryshe. Ajo luftrat, kacafytjet, përleshjet, fërkimet e ndryshme që ndodhin sot në përbot, të jemi të bindur se ato nuk e kanë burimin në asnjë fe. Ato burimin e kanë diku tjetër, gjë e cila u takon të analizojnë sociologët e të tjerë se nga ku burojnë ajo. Por sigurisht që prej fesë jo. Absolutisht burimi nuk e ka prej fesë. Ajo që ne duhet të bëjmë përpjekje është që ne të kontribojmë që sa më shumë opinioni i fesë të jetë i qasshëm për njerëzit. Atëherë jam shumë i bindur se do të kemi edhe bashkëjetesë më shumë. Për pse e them këtë? Profeti Muhamedi a.s. në rastin e parë, në ngushtimin e parë që e kishte në Mekë, i porositi njerëzit e vetë që të udhëtojnë për në Abisini. Tha, shkoni atje se atje është një mbret i krishter i cili është i drejtë. Do të thënë, i krishter edhe i drejtë. Dhe me këtë, ai që në fillim të thirrjes së tij na dha një mesazh se ne nuk kemi problem në bashkëjetesë me të tjerët. Këtu nuk është problemi ynë. Problemi ynë është të ketë paqe, drejtësi, harmoni, njohje e mendimit të tjetrit, njohje e lirisë të tjetrit, nuk kuptohet deri aty ku liria ime nuk cënon lirinë e tjetrit. Dhe këto mësime që na i ka dhënë profeti Muhamedi që në fillim, janë edhe shumë mësime tjera të cilat besoj që do t'i përmendim gjatë këtij emisioni, janë konditat kryesore të cilat çdo fe i ka pas. Duhet kemi parasysh se fet që ne u themi fe qiellore, të gjitha kanë një burim. Dhe mesazhi i tyre ka qenë që njerëzit të jetojnë në paqë, sigurisht të njohin Zotin, të njohin parimet kryesore të moralit, parimet kryesore të funksionimit të ndërsjellë, edhe të vazhdojnë dhe të jetojnë në bashkësi ashtu siç janë duke e njohur njëri tjetrin. Duhet edhe një çështje tjetër të theksoj këtu. Në një prej librave që ka theksuar studiuesi turk Ibrahim Kalın në librin e tij Unë tjetri dhe për te, ai thekson se formimi i qytetërimeve jo çdo herë është ndërtuar në këto baza. Dhe nëse u kthehemi në thelb qytetërimeve, do të shohim se ku e kanë bazamentin e formimit të tyre. Nuk guxojmë që ne të krijojmë një qytetërim i cili do të jetë monopol vetëm për muslimanët, vetëm për të krishterët ose për të tjerët. Sa i përket qytetërimit islam, sepse edhe për këtë jam i thirrur të flas, qytetërimi islam sigurisht që i ka të pastruara këto qysh në zanafillën e tij. Është e njohur, besoj që e keni dëgjuar ajo që quhet Kushtetuta e Medinës. Pasi profeti Muhammed migroi në Medinë, atje kishte edhe shoqëri të tjera, ishin edhe hebrejt, edhe politeistë të tjerë të arab që ishin, edhe pejgamberi e shifte të arsyeshme që të shkruhet një kushtetut. Dhe atë kushtetut në formë shumë decide, para 1400 e sa viteve, njihen të drejtat e të gjithë banorëve të atij qyteti, shteti që jetonin në atë kohë në Medinë. Absolutisht që deri në atë nivel sa që edhe ligjet, sanksionet që u jepeshin antarëve të feve tjera, profeti urdhëronte që ato të bëhen në bazë të librit të tyre.
jo në bazë të mësimeve islame. Më thënë, që atëherë ajo është shoqëria bërthama e parë e bashkëjetesës, e paqes, e harmonisë ndërfetare. Pra pavarësisht besimit që kanë ushtruar. Absolutisht. Ati kanë qenë hebrejnë kanë qenë, ati kanë qenë politeistët tjerë. Bile në një rast të regohet ku ka ardhur një delegacion nga një vendi krishter tek profeti Muhammed, dhe u ka ardhur koha e adhurimit. Pejgamberi ka urdhëruar që të sigurohet një pjesë brenda xhamisë që ata të kryejnë adhurimet e tij. Do thonë deri në këtë nivel. Kurse sot shpesh herë, do thonë shumë qarqe që ndryshme përpiqen që Islamin ta paraqesin krejt një antipode kësaj, e kundërta e kësaj, gjë e cila absolutisht nuk ka asgjë me realitetin. Dhe unë ju përgëzoj domethënë që thini njerëz të cilët janë institucional dhe profesionistë të këtyre çështjeve në mënyrë që problemi të kapet në zanafill. Jo të shihen degët, sepse degët mund të jenë të formuar prej rrethanave të ndryshme, kurse trungu çdo herë është ai i cili e mban atë vijën kryesore fetare të mirëfillt, ashtu siç e kërkon Zoti dhe profeti Muhammed alayhis salam. Në fakt, nga kjo që tha profesori nderuar, ne kuptojmë që historikisht kanë qenë të rregulluara pra marrëdhëniet ndërnjerëzore, ndërfetare madje, edhe juridikisht kanë qenë të rregulluara që nga koha e profetit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ta. Shumë e vërtet në fakt sepse ju e përmendet që ka grupacione, le të themi, që bëjnë vrasje në emër të Zotit, por që ato nuk vijnë nga burimet të fejes. Si ndikon kjo edhe për keqpërdorimin e fesë në këta raste, sidomos të fesë islame, sepse shpesh shohim në botë që flitet për terrorizmin islam, por që, si që thatë edhe ju, ajo nuk ka buruar nga islami. Është një fatkeqësi që ta dëgjosh nëpër media që sot theksohet që Islami zen vendin e një mbiemri në formulimin gjuhësor, një mbiemër i një emri shumë të trishtueshëm që quhet terrorizëm. Islami, nëse i kthehemi në thelb termit islam, shumë njerëz e përkthejnë paqe, dhe unë nuk pajtohem me këtë, sepse islam nuk do të thotë vetëm paqe. Islam do të thotë të kesh paqe për vete dhe të japish paqe edhe të tjerëve. Më thënë, nuk është që të kesh paqe vetëm për vete, sepse dikush mund të izolohet, mund të ketë një paqe për vetvete edhe aq, jo. Islam do të thotë të kesh paqe për vete dhe të japish paqe të gjithë atyre që të rrethojnë. Ajo që sot shihet nëpër media të ndryshme, ku Islami në një mënyrë ose në një tjetër akuzohet me terrorizmin, unë ju thash prej në fillim që burimi në fe nuk e ka ajo. Ajo mund ta ketë në agjentura të huaja, të ndryshme, në shërbime të ndryshme, në interese të ndryshme politike, financiare, ideologji të ndryshme, izma të ndryshëm, që mirë po është një fakt që në histori çdo herë ka pas të këtill. Mirë po me kalimin e kohës vetëm demaskohen këto akuza ndaj islamit. Dhe fatkeqësia është se kjo e pa drejt nuk i bëhet vetëm islamit, kjo bëhet edhe feve tjera, sepse kemi edhe organizata terroriste të themi të krishtera, të cilat kanë në përvete të ndryshme. Operojnë në këtë drejtim. Absolutisht, po, edhe ato burimi nuk e kanë në krishterizëm. Sepse ne kur kemi mësu islamin, ne kemi mësu edhe parimet e krishterizmit. Një prej 10 porosive që është në krishterizëm është mos vrit. Dhe nuk guzon absolutisht, askush nuk ka të drejt për që dikujt t'i merr shpirtin me vetgjitësi. Vetgjitësia është absolutisht ndaluar në mësimet islame. Dhe duke pas parasysh gjithë këtë gamë të madhe të izmash të cilat përpiqen të atakojnë fen, unë mendoj që roli i shoqërive, roli i institucioneve fetare duhet të jetë më i pashëm, më i dukshëm në skenë. Po, sepse një periudhë kohore dhe fatkeqësisht po promovohet një lloj sekularizmi që sikur është një lloj sekularizmi që më duket se është një lloj ateizmi, jo sekularizëm. Për shembull, nëse i kthehemi Shqipërisë, ne dimë që në 1967 Shqipëria shpallet shtet ateist me kushtetutë. Mirë po, pastaj viteve të 90-ta, Shqipëria bëhet edhe viset tona bëhen shtete sekulare.
Mi po është një lloj sekularizmi që ka qenë një lloj sekularizmi, po me kalimin e kohës besoj që përmirësohet, një lloj sekularizmi i cili ka cënu të drejtat e feve tjera. Sa i përket edhe muslimanëve në këtë drejtim, në një mënyrë ose në një tjetër, me dashje ose pa dashje, ideologjia komuniste pastaj ka ndikuar në shumë qarqe të ndryshme pasaj. Megjithatë, besoj që tani është duke shkuar në rrugën e duhur, sepse në një shtet ku u jepet hapësira edhe komuniteteve fetare, unë besoj që këtu nuk cënohet laiciteti i shtetit. Absolutisht jo, sepse kemi shembuj të ndryshëm në përbot ku bashkësitë fetare janë institucione shtetërore, janë institucione shtetërore dhe janë shtetet më model në botë në anën e sekularizmit. Nuk pengon asgjë që edhe në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, në viset tona, veçanërisht ku gravitojmë ne, që bashkësitë fetare të zënë vendin e duhur dhe të jemi të bindur se edhe bashkëjetesa do t'jetë më e fuqishme. Do të theksoj vetëm nëse më lejoni. Ne kemi pas raste konflikte të ndryshme këtu, edhe në vendin tonë, edhe në Ballkan, në përgjithësi. Mirë po, bashkësitë fetare çdo herë kanë qenë ato të cilat në fund kanë arritur që të bëjnë një lloj qetësimi të situatës. Ne kemi parë në raste të ndryshme se politikanët, gjë të cilën e vlerësoj unë personalisht, në momentet më delikate i të bëjnë liderët fetar. Për çfarë arsye? Në mënyrë që një problem i caktuar social, politik, të mos kalojë në problem fetar. Mos përshkallëzohet. Mos përshkallëzohet në një problem fetar, por thirrja ime është që këto bashkëpunime ndërfetare mos jenë vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, po të jenë edhe në rrethana normale, në mënyrë që shumë situatave të prinë përpara që pse ta vuan popullin. Pse ta vuan popullin një politik të caktuar e cila gatuhet në një kuzhinë dashakeqëse për viset tona, ne duhet jemi vigjilent dhe besoj që bashkësitë fetare janë në gatishmëri për këtë çështje dhe janë bashkëpunuese, me thënë drejtën për këto problematika. Andaj mendoj që një bashkëpunim permanent i vazhdueshëm mes bashkësive fetare, në bashkëpunim me politikat shtetërore, besoj që do t'i sillte një bashkëjetesë edhe më të mirë se që kemi. Shumë e vërtet, ju e përmendet sigurisht edhe këtë dhe mendoni që edhe në aspektin botror, në nivelin global, themi, nëse do kishte një bashkëpunim mes bashkësive fetare dhe politikave të ndryshme, a e ka mbase edhe feta, a e ka në atë fuqin ose roli i feve cili është edhe për të sjellë paqen, mbase nuk do t'i kishim këto luftra që sot i kemi? Shive, është fakt që roli liderëve fetar tani në përbot është be. Ose, me thënë në një formë ose në një tjetër, kanë filluar që tek një pjesë e liderëve fetar politika mos përfillen mendimet e tyre. Për ndryshe nuk ka si arsyetohet se kjo që ndodhen sot në botë, kjo që ndodhen sot në Gaza, kjo që ndodhen sot në Ukrainë, kjo sot që ndodhen në përviset të ndryshme të botës, kjo është që zëri i liderëve fetar nuk dëgjohet sa duhet. Kjo është zëri i liderëve fetar duhet dëgjohet patjetër. Se fatkeqësia është se një pjesë e këtyre bëhen në emër të fesë, por që feja absolutisht nuk ka asnjë dorë në këtë çështje. Mund të ketë një X lider fetar rajonal i ideologjizuar në një formë, i gatuar në një formë të ndryshme, mirëpo besimet fetare absolutisht nuk kanë dorë në këtë që ndodhen sot në botë. Dhe nuk mundet thirrjat që fatura e gjithë kësaj që ndodhen në botë ti përshkruhet fesë. Kjo është e patolerueshme. Duhet pyes edhe pak edhe sindikon, se ne e përmendëm sigurisht që duhet ketë edhe në edukim arsimim. Sindikon edukimi dhe arsimimi edhe në promovimin e tolerancës fetare. Ne në Republikën e Maqedonisë së Veriut ne kemi një fakultet të shkencave islame, i cili është i akredituar dhe i pranuar për shtetit, por kemi edhe një medrese e cila është me gjitha paralelet e veta, që ka me 5 paralelet e veta,
e cila ende fatkeqësisht nuk është i rregulluar statusi i saj në Republikën tonë. Dhe patjetër që të gjithë duhet të kontribuojnë që ajo të rregullohet. Për çfarë arsye? Ne si Bashkia Islame ne mund të garantojmë që liderët e cilët nxënësit tonë, cilët dalin nga këto shkolla, janë nxënës të cilët promovojnë bashkëjetesë, harmoni, paqe dhe drejtësi. Dhe sigurisht që në rrethanat të cilat kur një shkollë të mesme ende kemi të parregulluar në kuptimin në raport me shtetin, kur një shkollë të mesme e kemi të parregulluar dhe qarqe të ndryshme inkorporohen në forma të ndryshme në jetën fetare, atëherë ne nuk mund të garantojmë diçka të këtillë. Mirë po, besoj që jemi në rrugë të mirë dhe do të ketë vullnet që edhe këto shkolla të promovohen, por e njëjta vlen edhe për shkollat e krishtere dhe katolike. Do thonë, sa më shumë që politika, shteti, ata të cilët kanë të drejtë të vendosin, sa më shumë që ti përkrahin këta shkolla, bashkëjetesa do të jetë më e fuqishme në shtet. Shumë e vërtet. Shumë vërtet, Emra? Mendoj që edukimi në për shkolla ka një peshë dhe një rëndësi shumë të madhe, duke vlerësuar që sidomos në shkollat publike, ku edhe ne vetë pra ligjerojmë, është edhe lënda zgjedhore e cila është arsimi qytetar, ku flet pra për harmoninë ndërfetare, dhe vetëm po ka edhe për tema të ndryshme që flet edhe për fen, edhe për kombin, edhe për kulturën, për edukimin, për zhvillimin në përgjithësi. Edukimi, arsimimi në këtë pjesë ka një hapësirë shumë të rëndësishme. Pse e them këtë? Sepse fëmijët duke u rritur ata kuptojnë nga literatura, mësojnë se si duhet të jetohet me tjetrin, mësojnë ta njohin tjetrin, mësojnë të njohin kulturën e tjetrit, fenë e tjetrit dhe mendoj që kjo sjell një ekuilibrim gradual, duke u rritur, duke i kuptuar gjërat, fenomenet dhe padyshim që nesër pas nesër do të kemi një shoqëri e cila nuk do të ketë, domethënë, urrëtie, nuk do të ketë parregullsi në një shoqëri ku ne jetojmë sot, nesër, gjeneratat të cilët do të vinë dhe bashkëpunimi do të jetë më i mirë dhe mendoj që të gjitha gjërat do të jenë në vendin e tyre. Nëse kam mundësi edhe pse lejoni edhe një pikë ku e përmendi në arsimin publik, ne kemi edhe lëndën etika e religionit, e cila është në shkolla, po shohim që ajo ende ka mbetur nuk i jepet shumë rëndësi, është një lëndë e cila ka mbetur dorës dritë. Profesorët të cilët e ligjerojnë atë landë nuk në shpesh raste edhe nuk janë profesionistë, në shumë raste nuk janë profesionistë, dhe ajo që dëgjojmë që për ne është e papranueshme është që ajo land vetëm degradohet, kurse mendimi im është që ajo land duhet patjetër të avancohet, sepse një fëmijë i cili do të merr parimet kryesore të besimit dhe të edukatës që në moshë të re, sigurisht që ajo do të ketë frite dhe efekte edhe pastaj në jetën e më tutjeshme. Jo më larg, ne në Fakultetin e Shkencave Islame me disa studentë kemi punuar disa tema diplome që për efektin e mësim besimit në përshkolla në disa qytete. Dhe ne kemi bërë anketa, ku anketat janë mbi 90% efekti është pozitiv edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe në shkollë. Dhe kjo është me mendimi i vetë nxënësve, i profesorëve dhe i prindërve. Është marrë mendimi, domethënë, i të tre i të gjithëve, dhe shifet që ka një efekt shumë pozitiv. Dhe tani, pas gjithë kësaj, nuk e di pse duhet degradohet kjo. Po nëse degradohet atëherë s'ka pse kërkohet përgjegjësi për gjërat ndryshe që ndodhin. Sigurisht që bashkëjetesa duhet të përkrahet në një formë ose në një tjetër. Dhe mësimbesimi në shkolla, shkollat e mesme që i kemi, medreset, fakulteti, të gjitha këto janë një zinxhir të cilët kontribojnë në këtë bashkëjetesë. Dhe për këtë është një çështje që Bashkia Islame, që sot sigurisht që unë flas në emrin e tyre,
Besia islame garanton për këta njerëz se këta do të jenë shumë bashkëjetues dhe njerëz të cilat do të ruajnë vlerat kryesore të shoqërisë sonë ku ne jetojmë. Madje edhe kjo lëndë është pranuar shumë mirë edhe nga nxënësit. Absolutisht. Në fakt këtë desha të pyes edhe për të rinjt, sa janë të interesuar edhe të rinjt për sa i përket edhe etikës fetare, le të themi, por gjithashtu edhe për të kontribuar, për të krijuar një shoqëri më të hapur dhe më tolerante fetarisht. Sot njerëzimi ka dy kriza kryesore. Kriza e parë është kriza morale dhe kriza shpirtërore. Kjo nuk është vetëm te muslimanët, kjo është te gjithë popujt. Dhe sigurisht që një i ri i cili ballafaqohet me sfidat e jetës që në fillim e ndjen nevojën që të ketë diçka e cila do ta frymëzon këtë drejtim. Dhe kjo është feja. Kjo është feja, absolutisht mësimet fetare janë ato të cilat të rinjt sot janë gopur me këto të mirat që ne sot i kemi, qofshin ato arritje teknologjike ose gjëra tjera, mirë po të rritë sot kanë nevojë për një të jepet pak shpirt më shumë dhe të jepet mësime edukate më shumë. Dhe kjo sigurisht që është shumë i kërkuar. Në intervistat që ne i kemi bërë dhe në anketat që i kemi bërë në përshkolla, 98% e fëmijëve mendojnë që kjo lëndë duhet jetë edhe klasën e 7 edhe 8. Më thonë, kjo tregon është madje edhe në gjimnaz do thotë. Ka interes shumë të madh. Kjo do thotë që interesi i kësaj. Përveç kësaj, ne kemi mësimin jo formal që është nëpër xhami, ku numri i nxënësve është më mira. Më thonë, atë se kam informacion, më thonë në Miftinin të Shkupit, janë diku mbi 2-3.000 fëmijë që ndjekin mësimin jo formal. Dhe sigurisht që nëse nuk do të ketë dëshirë, ato nuk do të shkojnë, sepse kjo është mësim vullnetar. Kjo tregon se nevoja për të marrë pak shpirt më shumë dhe pak edukat më shumë është shumë e madhe. Shumë e vërtet në fakt. Edhe unë jam shumë dakord edhe për pjesën e lëndës së etikës fetare, ku duhet ketë një lëndë ku do të mësojnë mbase jo muslimanët të mësojnë vetëm për fenë islame, por të mësojnë për të gjithë fetë. Një lëndë ku do të ketë edhe të krishterët të mësojnë për islamin, edhe muslimanët të mësojnë për fetë të tjera. Kjo do të ishte ideale mbase edhe për të ndërtuar një harmoni fetare. Lënda është dizajnuar në formë shumë të bukur sepse është e përgatitur për pedagogëve profesionistë. Sigurisht që secili nxënës mësimet kryesore do t'i merë shumicën të fes vetë, por lënda absolutisht ka të rezervuar edhe për mësimet e feve tjera. Dhe kjo është e parashikuar, është brenda gjitha standardeve. Mjafton të përkrahet dhe të avancohet. Pjesa tjetër është shumë e kollajshme. Jep edhe një kulturë të përgjithshme edhe për fetë tjera. Absolutisht. Prandaj pastaj mund të vijë edhe toleranca, sepse ti kur e din se çfarë do të thotë feja tjetër ose edhe feja jote sigurisht që më së shumti duhet ta dish, pastaj vjen edhe vetë toleranca. Duke qenë se jemi në fund, cili do të ishte një mesazh për harmoninë ndërfetare, mendoni që duhet të diskutohen më shumë këto tema edhe në mediume edhe në publik? Unë mendoj që jo vetëm këto tema, po të gjitha temat që na tangojnë, është më mirë t'i bisedojmë se sa t'i mbajmë të fshehur, sepse kur mbajmë të fshehur ato akumulojnë ndonjëherë edhe probleme të cilat ndoshta të paqena, po pas një kohë ato shfaqen si probleme. Mendoj që çdo tematik ne duhet ta diskutojmë, pavarësisht na pëlqen ose s'na pëlqen. Gjitha fenomenet ne duhet t'i diskutojmë mes njëri tjetrit, sepse tek e fundit, si thot një filozof Gadamer, thot një fjalë shumë të mençur, një dialogu i shkurton distancat mes njerëzve. Dhe ne mjafton të dialogojmë, besoj që gjitha distancat mes njerëzve dhe tjerëve do të eliminohen shumë kollaj. Shumë e vërtet një mesazh i mirë. Emra, për fund? Padyshim që duhet të diskutohen sa më shumë temat të tilla dhe jo vetëm për të shprehë gjithsecili mendimin e tij, edhe nëse është i gabuar, sepse në një mes ku diskutohen çështjet, ku të them diskutohen problematikat, ne mund të gjejmë edhe zgjidhje, mund të jemi të pajtueshëm dhe të jetojmë në një shoqëri të ekuilibruar. Shumë e vërtet. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio për një diskutim kaq të këndshëm, ishte shumë kënaqësi për mua dhe faleminderit që dhat në fakt edhe mesazhe shumë të mira për ata që mbase shpesh mund të keq kuptohet. Ishte kënaqësi.